Të nderuar teleshikues, ju përshëndes nga emisioni Sokolteri hati midis rreshtave. Në analizën e sotme do të jetë ngjarja më e rëndësishme e ndodhur jo më larg se dje, pra në 17 nëntor, kur masa e madhe e demokratëve të thjesht bojkotoi në mënyrë të hapur dhe të paprecedent kupolën e Partisë Demokratike, e cila është ndruar në një parti familjare të kryetarit të saj, Sali Berisha. Më në fund pra, qindra mbi mbështetës, rreth 500-600.000 mbështetës të Partisë Demokratike, simpatizant, militant dhe antar të saj, e kuptuan se kupola e Partisë Demokratike është po aq e rrezikshme dhe po aq e inkriminuar sa rilindja e Partisë Socialiste. Është kjo kupolë, këta mafioz, këta multimilionerë, të cilët kanë shfrytzuar në maksimum Partinë Demokratike dhe ëndrat e antarëve dhe simpatizantëve të saj. Kjo pra është një ngjarje shumë e madhe për Partinë Demokratike dhe në qoftë se 17 nëntori mbahet mend si dita e çlirimit të Tiranës, 17 nëntori i vitit 2025 do mbahet mend si dita e bojkotit të madh të atyre që rinë në kryesinë e kësaj partie pa mandat, jashtë dhe kundër statutit të cilin statutit të cilin vetë kanë miratuar dhe rinë në parlament, marrin të gjitha beneficet dhe përfitimet e këtij parlamenti pa vota, vetëm sepse janë personat e dëshiruar nga kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha. Pra, janë ata emra të cilët u futën në listën e mbyllur dhe nuk e çan kokën fare se çfarë do bëjë me zgjedhjet dhe a mund apo jo të fitonte Partia Demokratike. Shifrat dhe faktet tregojnë se ata janë aty në parlament pa votë. Gjithashtu, shitja që ata i kanë bërë interesave të Partisë Demokratike u tregua dhe në zgjedhjet e fundit lokale, ku Partia Demokratike pothuajse nuk mori pjesë dhe nuk pati asnjë reagim për humbjen e radhës. Por kjo nuk ka rëndësi, sepse tashmë është e qartë që kupola e Partisë Demokratike është në komode, në opozit dhe nuk do t'ja di më për simpatizantët dhe antarët e saj. Por tashmë gjërat kanë ndryshuar, loja ka ndryshuar, duke filluar nga dje, ata u përballën me një bojkot të jashtëzakonshëm spektakolar, ku në një miting që ata organizuan, pra, nuk morën pjesë më shumë se 200-300 veta. Ky bojkotim masiv i kësaj kupole të Partisë Demokratike, i cili u interpretua me gëzim të madh nga kryesia e Partisë Socialiste dhe nga një nga përfaqësuesit më kryesor të saj, si Tauland Balla, nuk e kuptojnë se tani fillon loja dhe përballja e madhe midis Partisë Socialiste, ose më saktë midis rilindjes së Partisë Socialiste dhe masës së madhe të demokratëve, të cilët më së fundi arritën të çlirohen nga dogmat dhe nga ato simpatit personale për Sali Berishën dhe për disa nga antarët e tjerë të kryesisë së Partisë Demokratike, të cilët tashmë janë të diskredituar dhe të bojkotuar masivisht. Le të shikojmë se cilat do të jenë zhvillimet më të fundit politike mbas kësaj ngjarje, e cila është shumë e rëndësishme, sepse Partia Demokratike është një aset kombëtar, ka kontribute të jashtëzakonshme në zhvillimin e Shqipërisë dhe të shoqërisë shqiptare dhe tashmë duhet rizgjuar dhe duhet gjetur një udhëheqës i ri me ide të reja, i cili, për mendimin tim, është në të djathtën e Partisë Demokratike ose në të djathtën më saktë të politikës shqiptare, dhe ai quhej Agron Shehi dhe Partia Mundësia, e cila duhet i bashkohet kësaj mase të madhe të demokratëve të deziluzionuar, të cilët duan një zgjidhje. Dhe zgjidhja tashmë është në dorën e tyre dhe jo të kupolës mafioze të Partisë Demokratike
e cila me marrëveshje të fshehta me kryesinë dhe me rilindjen po e mban atë në pushtet. Ju falemnderit për vëmendjen, bashkë miru pafshim në emisionin tjetër.